Një situatë e tensionuar është regjistruar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Pogradecit pas miratimit të pikës së 6 të rendit të ditës që parashikonte miratimin e listës së sipërfaqes së tokës prej 34.660 hektarësh në Çorav që mund të jepen me qira. Pas debateve të shumta mes këshilltarëve, vendimi u miratua me 20 vota pro, por menjëherë pas kësaj në sallë shpërthyen tensionet. Situata degeneroi në përplasje fizike ku sipas dëshmitarëve, këshilltari Ëngjëll Shyti është ngritur nga tavolina dhe është konfrontuar fizikisht me Kevi Muçllarin, një prej banorëve të zonës në Çorav. Ngjarja ka shkaktuar kaos të përkohshëm në sallën e mbledhjeve, ndërsa ndërhyrja e pjesëmarrësve të tjerë ka shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.